Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Ky podcast mundsohet nga sponzori jon i Art Exfis, lider në botën e derivateve në Kosovë dhe me çmime shumë konkurruese. Është për dallim për episodeve tjera. Në këtë javë do të jam së bashku me kolegët e mi Lavdin Pireva dhe Bardh Maxhuni, ku do të mundohemi të analizojmë dy ndeshjet e para gjysmë finale të Ligës së Kampionëve. E curinë e tyre do të mundohemi të japim mendime për ndeshjet kthyese dhe ku ne shohim favorit për të fituar trofeun këtë edicion. Dy ndeshje shumë të forta. Realisht i kena thonë që njëna ka me konë spektakël, tjetra ka me konë shumë taktike të ditë edhe veçoritë e dy ekipeve se Atletico dhe Arsenal. Po ajo që kredve na gëzoj neve si fansat futbollit ke ndeshja mes Parisit edhe Bayernit ku shënon në gola dhe ritmi ke 250 km në orë, domethënë 5 minutës të parë deri në 10-ën nuk u ndalën dy ekipet edhe realisht dhurun spektakël pa mbrojtje hiç. Se na si fansat futbollit i dojna këtë lojë, po kur i dëgjon deklaratat e trajnerave që e kanë analizuar këtë ndeshje, thonë që nuk është mirë me pas kaq shumë golla se diçka keq ka shku te ekipet. Po normalisht kjo është normale. Sidomos te këta trajnerat që e pëlqejnë fazën mbrojtëse si Ancelotti, Mourinho, se thonë nuk është okay, po është futboll. Normal. Domethënë do të bukrysh 1-1, 2-1, 1-0, diçka me vendos takimin e jo si që është kjo ndeshje, po për neve që dojnë futbolin, që këto ndeshje janë bajram, me thonë. Nëzi i presim, pasi dy ekipet zhvillun futboll të fort, me rikthime rezultat, me gollat bukur. Edhe po besoj që kanë lënë hapun gjithçka për ndeshjet kthyese. Është shumë probleme thonë që kjo ka lënë ose kjo ka lënë kur e sheh që ishin zhvillu të dyja ndeshjet. Te ndeshja e parë të martës që amboli përshtypje ke sulmi dy ekipeve që e kena cek shumë shpesh këtë edicion. Kane, Diaz dhe Olise arrin numrin e 100 golave. Janë larg treshja më produktive në Europë. Në këtë sezon po janë edhe në mesin e treshave më të mira që kanë BBC, Messi, Suarez, Neymar, domethënë janë vendin e 6. Se Messi, Suarez, Neymar patën shumë golla, mos gaboj fra 127. Kanë vendin e parë brenda një sezoni, po folën. Po e sheh që Bayerni ka 5 lojë me kup 6, 4 kampionat, minimum e kondishin kthyese. Po. Edhe finalin e kupës, me thonë edhe 6 lojë që shëshënojnë këta 4 golla për lojën, mund ky rekord edhe mu afru atij rekordit të madh. Po flasëm për një treshe që kanë gjetë veten shumë mirë. Me thonë e kena thonë edhe në të kalumen që largimi i Diazit për Liverpoolit, nështë akon gabimi më i madh Liverpoolit, ka bërë shumë transferimi, po e ka largu një lojtar që në Japon, me thonë, minutat të 10, sprint, driblim, 1-1, e ka laj, e shënoj gollën, me thonë, është një lojtar që i ekipit, edhe din me asistu, edhe din me shënu, për Kenja s'kem qa folëm, me thonë, top sulmuesi botëror i momentin. S'po dia të bjen mena i kush tjetër pe këty në matë fortë. Këtë sezon ndoshta më i mirë është. Këtë sezon më i mirë edhe shumë pe cilësojnë si pretendent kryesor për topin e artë. Po. Së është ngarë për triplet, me Bayernin për tasha dhe botëror. Edhe me Anglin botëror mundet me pas paraqitjet mira. Olise e thamë që është jashtëzakonshëm në zbulim jashtëzakonshëm, po besoj që shumë vjet ka më fol për ta. Nonën tjetër të Parisi mu më qenë para sulmit me sfusha, njëra qysh ata e lidhin mbrojtjen me sulmin, e që shëbojnë presingun, edhe që shëndimojnë ekipin,
Vitinja në resi patën paraqitje shumë mirë. Duhej edhe ky mesfushori tjetër nuk patën paraqitje, Emiri nuk patën paraqitje qash si pjesa tjetër e ekipit. Edhe pse 2-3 në mosh për nivelin asoj ndeshje ju falët edhe po mundet mi u fal se pjesa tjetër e ekipit performoi mirë, më thonë Parisi në moment këtu fitu 5-2 edhe u po që i kvalifikimi bile bordë me nëjse këshërë me bërë. Kështu vëzaj ke ka pak se... Ja, thashtë që si na shku na pa. Po, se qa... Na mujtë realin tash ledi. Do të mja ditë hallin vetë. Dhe kur në bu 5 ditë, da o zët, thashtë që tha që sjera na ka gjizën finale, da dhe këta s'punale nesh. Ama Gjerman si Gjerman. Zdesin korë dhe e këthin lojen. Dembele mirë, po Kvara për mendimin tëmë pëse Dembele zë letarin ndeshjes prej UEFA-s. Mënej që Kvara ke letari maj mirë i ndeshjes me 2 golla shumë mirë edhe në punë shumë madhe. Qa ka bu për shtypje, nështë edhe Juve, 2 ndeshjes janë konë për se dhe ekip ka një penalti. Pa. Edhe shumë po komentohen penaltit për këtë nivel, po thojnë që në dhonë shumë letë. Qa me në mirë se? Pa i... puna e regullave të penaltis ka ndryshu, do me thonë u bo update gjatë në kohës edhe tash për një me u bo vështirë na si tifoz, po edhe si gazetor me ditë saktë se qa po cilësot prekje me dorë ose qka po cilësot si duel pak maj fort. Na shumë shpesh herë edhe duele shumë të buta, po me thonë ata referat i vlerësojnë kërë parametrat, pasi që bojnë seminare vazhdimisht. Po, për mendimin tem, nuk ka penaltit letë ose të fort ose prekje pak me dorë ato, po besoj që tash me qenë se dhe futbolin janë të dosh gjithë me sponsorizun qatë drejtim që mu bo sa më atraktiv me pas golla, po besoj që ta çdo prekje tupit me dorë edhe çdo kontakt edhe minimalin kuft në lojtar ka mu bo penal. Une për veti isha pajtu me 2 penaltit këndeshje. Sa do që mujna mi vlerësu jetë leta jo, po vendimet po besoj që më konë korrekte nga ona e gjyqtarëve. Plus nëse thojmë i pari u konë i letë edhe dytin të letë paka shumë e barazaj, a vedin. Shë që ato kanë edhe shkëndijat për me po një loj të hopën edhe një loj me golla. Që edhe u bodi, po, erde i fund, 9 golla, të me thonë, e the edhe ti loje jashtëzakon shumë ritëm, shumë i nalt, nështë na kish marrë malli me po, një qasi ndeshje, se kena po ndoshta një skuadër të dominu që u konë kërkim të rezultatit, po nështë 2 ekipët që atë gjithë kohës u dëkshin të rrezikshme, po, nuk kena po moti, na jetojmë për këtë ndeshje, sidomos kur nuk je fan si asnjë hondës për 2 në, gëzohesh për të dyjat, me po golla, plus pat edhe golla të bukra, golli i Kvaras ke i bukur, po edhe golli i Luis Diazit, një top fantastik i Harry Kane, se ti tha sulmuesi maj mirë, po Harry Kane është nështë lojtari maj kompletum, të Bayerni është lider absolut, na e shohëm përveç në mesfush të u kthy me marrë topin e shumë edhe në mbrojtje, me thonë një grin të jashtëzakonshme, kthehet në mbrojtje, bën po hin start edhe me thonë u bo qasi lloj lojtarit nështë koha e gjatë të Tottenhami pa fitu trofe, kur ja ka nis me fitu trofe ka po sa mirë, po sa do të me luftu për ta që me ardhë të trofejt, kështu që i ka shtu, do me thonë e ka rrit shumë Bayernin personalitet edhe po besoj që e ka qu në një nivel tjetër të lojtarit. Me thonë u konë shumë lojtari mirë në Angli, po Bayern është tamën lojtari i nivelit botëror edhe ndoshta në 3 apo 5 sulmues më të mirë dekadës të fundit. Kështu që motori kryesor i Bayernit këtë edicion, edhe pse janë edhe Olise, Diaz edhe shumë emra tjerë që kanë performu mirë, motori edhe lideri kryesori
ekipit është Harry Kane. Ai e nimoi Bayernin mu kthy edhe Mehmetin loj, pasi që e thamë që 5-2 nështë shumë e pon të eliminu Bayernin, po përkundër këti rezultati unë prapë besoj që Bayerni ndeshjen kthyse do ta bëj rikthimin edhe do t'jetë ajo finalisti i kësaj përballje. Kështu ndoshta ma me detaje folëm Ardh ty. pak ma vonë, Qysh të po Loja për mu ke ajo pak a shumë çka e kena prit prej fillimit në shumë golla, se prej momentit që u di që kjo është shifti gjysmëfinalist, po besoj këtë kena prit që ka me qenë një duel fantastik, po nashta jo me 9 gola, për shkak se nëse nuk gaboj, është hera e parë në histori të Ligës Kampionëve që me një gjysmëfinale shënu 9 gola dhe ato brenda një ndeshje. Se me ndodh për shembull me 2 ndeshje është diçka e kuptueshme. Kishte ndodhur 13-12, a me një jo. Po, pa fillu te performancat e secili lojtar se na përmendëm referimin, unë po besoj që nëse është një frymë negative në botën e futbollit, tu i përfshi edhe si tifozat si lojtarët është pikërisht kjo rregulla e penaltis, për shkak se nuk ka kriter të saktë kur është penalti edhe kur nuk është, që logjikisht çdo prekje me dorë do të mund dal penalti, po kjo nuk po zbatohet, tash varet edhe prej presionit ndeshjes, për shkak se e shohim tash pa hin detaje, po besoj pak ma vonë e diskutojmë te rasti ndeshjes Atletico Madrid Arsenal, aty po besoj që referi edhe presioni pak i tifozave dhe disa vendime po besoj ka marrë edhe mbi këtë arsye, kështu që sa i përket ndeshjes, arsyeja pse ka pas gola dihet, po besoj se dy ekipet i kanë nashta sulmin më të mirë në botë, edhe kjo është diçka shumë interesante se krejt tifozat bojnë ajgare thojnë ligë e fermerave si për Francën, si për Gjermaninë, po dy ekipet më të mira në botë tash po vinë prej Bundesligës edhe Francës. Po besoj që Parisi është dasht kur e ka pasë përsin me rezultat 5-2 me menaxhu pak ma mirë, tu e di që është edhe ndeshja e kthimit edhe një përsi prej 3 gollash është një përsi bagje e madhe, sidomos me një kundërshtar si Bayerni, kjo pa ja hup meritat Bayernit për shkak se dina që Gjermant nuk dorëzohen kurrë, është ajo shprehja e famshme. Për ndryshe unë besoj që kjo ndeshje u vendos te dueli Kvaratskhelia Stanisic, që gjitha duelet tjera si në mesfush, si për shembull dueli me Alphonso Davies, këto duelet janë qenë 50-50, po te kjo ndeshje ky duel e ka vendosur për shkak se Kvaratskhelia në gati pothuajse në çdo duel ka qenë fitimtar, edhe pse të njëjtën mula me thonë edhe për Olisen me Mendesin, po kjo pak edhe di keq kuptim me thonë se për shkak shumë topa Oliseja ditë e pom që ka shti shumë topa të mirë në zonë, nashta pak edhe mungesë koordinimi mes bashkëlojtarëve. Përndryshe thatë edhe jo, Harry Kane është një lojtar i cili dihet çfarë sulmuesi është. Ai është, po besoj, nëse jo pretendenti kryesor, në top 3 pretendentët kryesor për topin e artë. Kjo varet tash edhe prej botërorit, për shkak se e dim se çdo vit kur është luajt botërori përcaktues për topin e artë ka qenë edhe statistikat në botëror, po duhet marr parasysh që Bayerni titullin kampionëve se ka siguru, tash është edhe në finalet Kupës Gjermanisë, edhe në gjysmëfinale Champions, domethënë është shumë afër realisht për triplet, edhe kur e fiton tripletën po besoj një lojtari për mbush krejt kriteret, ki gola, ki asiste, trofet, krejt janë këtu kriteret që përcaktojnë. Sa i përket ndeshjes kthimit ka me qenë shumë interesant, tash edhe për shkak se po besoj te Bayerni kanë vendosur disa ndryshime, kurse te Parisi disa ndryshime po detyrueme. Se tash po e shohim që Hakimi ka me mungu në lojën e dytë, edhe në këtë ndeshje Zaire Emery prej mesfushës ka mos postu në krah djathtë që është Ruizin qendër, që i cili u rikthy pe lëndimit edhe atë dikon 30 minuta nëse nuk gaboj ka lujt. Disa ndeshje të duash. Bayerni e gjeta det pak ekuilibri në fund në momentin kur e shtini kompanin në lojë Konrad Laimer, i cili për befasi shumë tifozave atë ditë ke në bankën rezervë për shkak se ndeshjet me rëndësi të madhe zakonisht ka startu me Laimer dhe jo me Stanishicin, që po besoj që ndeshjen e dytë ky ndryshim ka me ndodhë, që me gjeta atë ekuilibrin
në fazën defanzive. Në si tifoza shpresojna me kon loja e njëjtë si lojën e parë, po besoj që dy ekipet kësaj radhe kanë me kon më të kujdesshme. Sidomos Parisi, tu e di që tash po shkon me një golle përsi edhe nuk është ai ekipi që ka me ndjek rezultatin. Kështu që pres edhe në lojën e dytë, një lojë shumë të fortë prej dy ekipeve me intensitet edhe më të madh se lojën e parë, po besoj që me kujdes pak më të shtuar në fazën defanzive. I përmeni shkumbin Barë dhe mbrojtës e krahët, Hakimin edhe Mendesin, a ke besu që kanë mu vu ka shumë vështërsi prej Olises edhe prej Diazit, do me thonë, ka ko, Parisi lu nivel të nalë, që do me thonë mbrojtës e krahët vrehen shumë në lojën e tyne, pa ditë kënë bajagin vështërsi, do me thonë, edhe në duelet një me një, edhe në duelet shpejtësisë. Dhe ke mendi dhe ke se leke me kalu se mendi ike me Olises ike Van Dijk style mendi që ata eliminaj Mendezi për Hakimin s'kem qa folë me thonë, sidomos për anën e sulmit të menoj që këto vitet e fundit është maj miri, është jarë të kanë shumë. Në ashtë edhe kjo është arsyeja. Shko që për me su për Mendezi është i kompletu, si pas me është mbrojtje shumë i mirë, në sulm është shumë i mirë, pa ditë dytë kënë vështërsi. Me thonë, që ke loja Bayernit me krah të shpejt e unë vështërsi. Po, normalisht na prej fillimit kena thonë që ndeshja ka me konë ekstremisht e barabartë se jom për bollë nëse për Parisin kemi thonë që njopi mbrojtje më të mira në botë, mos me thonë më e mira, e kemi ditë që edhe sulmi Bayernit të më i miri në botë, kështu që normalisht që kur ndeshën dy të forta ato nuk dihet se kush po fiton. Edhe duelet e Diazit me Hakimin, po edhe të Olises me Mendezin, jam prit këtë nivel, kështu që na për dallim prej herave tjera e pom që shumë pak kanë pos detyra ofanzive do me thonë në ndeshje me Bayernin, sidomos Mendezin rolli kena po daljet e tij, se nëse ai kish vendos edhe ai me dalë, se Hakimi del ke ma shumë përpara. Nëse kish vendos edhe ai me dalë, ti i kishu balancat. Kishu balanca ekipit edhe Bayerni i kish denu shumë herën kundërsulm. Do me thonë se ekstremisht shpejt e dytë edhe teknikisht shumë të mirë. Do me thonë e ka ditë Enrique, po do shta e rëmbej edhe ato loja edhe përsia, pas e ardhen gollat shumë shpejt në pjesën e dytë, edhe ndoshta nuk i la asko mi bo zëvendësimet, sa i zëvendësimet i pat planifikume, po do me thonë tani edhe Bayerni dha 2 golla shpejt, se normalisht atë gabim nuk e kish bo, se një përsi 5-2 i shkon thuj se një sigurimi kualifikimit. Dhe një kom e gjysë në finale. Edhe një pyetje për ty si trener me licencë. Bisedën e kompanisë me Enriken, dhe pyetje ç'është të dok me ndeshjen finale, se te din që Enrique i këshyr. Po, Enrique ka qef mi këshyr për i tribuna, se normalisht është e lojën ma mirë, është e vendosje në ekipës, po edhe përgjigja e kompanit nuk ka mujt me qenë ndryshe, se në ne ka hup edhe si ka pëlqy, në 2 mi pranu 5 golla, do me thonë, edhe nëse i dhe 4, për edhe nëse i kisha dhon 5, apet kompania i shpërqyq që është i pak noqën, se do me thonë të ka dështu mbrojtja, po ju në këtë ras veç mbrojtja, po komplet balancat e ekipit, do me thonë, shumë pak është lu taktikisht, do me thonë, se po nështë edhe ritmi shumë minalt i lojë se ka bo që mu duk që ashtu kompanin me vetë ku e kanë lojën më të fortën 10 vjetëve të fundit nuk jom konë ku dohet se t'i shkon e vërtetën si lojë potencion e kanë rëmby emocionin lojë me Real Madrid e mur kartonin po Pe trenier aftri, po vrejet që është me perspektive dhe po besoj që në vitet e ardhshme, me thonë, kena me po gjithmonë. Guardiola ka thonë, me marrët për to kur ka pos lejtar, ka thonë që është interesum shumë i përcjellës stërvitjet edhe si lejtar, edhe pse ka qenë qendër mbrojtës, u kon lejtar i mëshëm,
plus asoj ka ditë me lu me kom, do me thonë ka pos vertikalizime, shpesher, do me thonë se City u kon ekip sulmuse, shpesher e kemi po këto gjysë fusht kundërshtarit edhe me ato goditjet për 30 metra, kështu që po besoj që i ka pos brom mu bo trener edhe po vërehet që është hopave edhe ish duar. karakter, unë e poshtë një video sa ken Anderlet, që ken Anderlet Po. janë njës karrierës, mas pjesës por një vërtime madhe, mas pjesës por lejtar dhe që unalën e këshyren, në e kodë këtë pjesën që Po normalisht, legjende Belgjikës, legjende Cityt, ka lumbi 10 vjetë nivellet në alta edhe aje ka formësu edhe si karakter, po edhe si lider, se kjo ka qenë kapiteni i Cityt, Cityt edhe i Belgjikës. edhe i Belgjikës. Është ai rasti ku e pat golën me Leicesterin, që ja u vitën titullin edhe në fund thot unë nuk jam bo lejtar ose kapiten, më mardh një fëmijë më thonë mu mos shëta. Sa të ketë lejtar të mos shëta në përmend. Po, a i më shon pe 30 metra dhe jep një super gol. Bardh Enrique mas ndeshjes ta fula me ndimësit dhe më dumën ata bëtën që të më dhonë 3 gola mas po, që të më kualifiku. Kjo ka dhënë që edhe loja këthyse mënet me konë edhe pse ti the që kanë me konë ma të kujdeshëm, besoj që po kur ki asilejtar të papërmbajshëm, si dhe mos është probleme edhe minoti, sa du shani se mbrojtjen mirë, po ndodhin, dhe me thonë, gjendet hapsina edhe shënojnë golla. Enrique, për 2 vit shumë ofër finales, po konfirmohet si një trajner i madh. Qa po menen ti? Si fan si futbollit spanjoll në përgjithësi. Edhe pse këta trajnerat e mirë Spanjët nuk punojnë në Spanjë. Në Angli, në Francë. Enrique ka dëshmu gjithë, pak a shumë që është trajner i madh me Barcelonën e ka vitu tripletën, po te Parisi që ka është interesant është që Parisi ka besu projektit ti, për shkak se ky nuk e ka pru Parisin qëtë nivel me sezonin e parë, për krahasim për shembull tash me ngrini paralelje me Realin që nuk i besoj Xabi Alonso, se s'paka shumë që u vreshin ato disa shenja pozitive, po presioni madh për trofeja dhe u shkarku me njëherë. Paris e ka marrë nashta vendimin më të mirë si klub, që i ka besu Enriques edhe kjo ju ka shpërbly. Që është interesant është që te Paris e ka ndërtu një ekip ku nuk ka ego, edhe për krejt lejtar qëllimi është fitoria edhe jo kush shënën. Këto e ka tregu edhe Dembele, i cili mos lojës tha, nëse nuk bojmë presion, tha, gjatë tërkohës, tha Enrique, tha, na largon nga loja, dhe kjo të kallëzon sot trajneri madh është, na Për qenë përmend edhe që nisin lojën kur te pranojnë gol, që ja po, pasoj. edhe a dit une kesh urçudita shumë, se thashtë e dit loja që po shkon, thash nuk po insiston prap me çat. Domethënë shpejt me nis lojën edhe më njëherë ose në kratë majtë ose në kratë djatë. Na ota dhe Na ota mi avon ja bo pressingen, po, ja fal topin edhe mi ja bo pressingen. E ka ndërtu domethënë një ekip që secili lojtar din me organizu lojën me top, nashta përveç portierit, krejt. E morën portierin po lëndu, portierin e kanë marrë për ata, Chevallierin e kanë marrë për Leonit që kështu lumë ma mirë. Pelidit, po fakt, po Pelidit. Që lumë ma mirë me kom se Donnarumma, po ai e pse lëndim edhe pse unë menoj që kështu ajo portieri mirë. Është portieri mirë, po nuk është që ka tregu paraqitje të kënaqshme edhe po besoj ajo paraqitja e Safonov në kup nëse nuk gaboj, ku i pret 3-4 penalti, ajo e ka katapultu si portier titullar. Dihet tash e kanë marrë edhe Zabanin, një mbrojtës që në Premier League ke një ndër më të mirë 60 milionë euro, ai tash është domethënë rezervist. Këtë ka zënë sa është konkurenca e madhe te Parisi, po edhe meritokracia, domethënë ky i jep hapësirë atyre lojtarëve që e meritojnë me lujt. Kështu që unë prej Enriques pres që ndeshjen e dytë ka me përgatit një ndeshje edhe më të fortë se ajo që e kena po të parën, edhe vetë fakti që thot na don edhe 3 gola më shënuar, ka zënë që nuk është trajner, me thonë thoj Zafrika Cak në atë aspektin që me ta kriju për shtypjen që tash e kena përsi, na kena mu tregu të kujdesshëm, po kë në më thonë ta dha për shtypjen që në ndeshje ka me hi si kur rezultati ka qenë i barabar në ndeshjen e parë. Pe ardhjes të Campos si drejtor sportiv dhe të Enrique si trajner, realisht edhe strategjia e klubit ka ndryshuar Parisit, nuk shkan me ble mo lojtar 222 milion, 120, 150, që këtë rekordet i thejke, çdo
afat kalimtar një bum transfer, do thonë shkoj në strategjinë lojtar që janë në rritje shumë të mirë, po që mund më rrit më shumë, do thonë si Mendezin, si Vitinjen, si Neresin. Paqën, Dembellën e kthyn. E morën me çmim fal, se sot ju delaj fal me marr, çfarë më vjen be Barcelonës. Kvarën me morën, po këty ju ka rrit çmimi. Çmimin që kam ble këta, për dallim çmimi tjetërve që ka rose përpara shkollën, po. Do të thonë këta i kanë marrë, si më thonë, edhe pse i kanë marrë 50, 60, 70 milion, se çmimi secilët për këtyre është më nalt se që i kanë blerë. Do të thonë si vlera, si skuadër, edhe si individ shkollës bardhë është rritë edhe kjo merite menaxhimit që ka bë klubi. Pe kanë probleme me Dembellën për kontratë, po nuk janë të i dhonë zërë, domethënë se Mbappe përpara e ka bu sa herë ka dashur të ka vazhdu kontratën me këti mujnë mi abu si Donnarumës. Nëse vendos me insistu, domethënë me ngull kom që me renovu veç me kushet mia, veç ja bën që ko dera e daljes. Po sa ata nuk po duhen me fini fare kufinit, po e kanë caktu kufinin edhe s'ka mo yje që shantazhojnë klubin. Po. Edhe kjo me koni barabart me krejt, edhe klubi vendos rregullat janë për gjithë njësoj, kështu që i ka bu edhe mu kthyn që të ekiposin që të klub komplet, se tash Parisi e tha dhe ti me ardhjen e Campos, përveç ekipit parë, do me thonë, tash investon edhe në akademi, edhe ata shohin që mas një tarë me ta fër më janis me prodhu vetë lejtar, do me thonë, mos me posë shumë nevojë. Këtë sezon i kanë promovu ma jullu e tjetërin, do me thoni, ata i ka edhe në sezonin e kalu me 17 vjet, 18 vjet, bilen finali me Interin, edhe jep gol. Kështu që këta synojnë që një tardh me ta fër, do me thonë, s'poku 2-3 lejtar, koti çdo sezon me dalë pe akademisë. Që na kanë po harrojna, kthejna bak të një sen të një ndeshje tjetër dhe Interi me Barcelonën loja këty së konë shumë e mirë. Po. Ajo që ka pas shumë golla. 7 golla. Po, i afrohet nivelit soj loje, po ato ka pas vendimet referit, këthem penalti, bëne, bëne. Po, do me thonë, shpesh po din që në finalet me dhurunin një kësi ndeshje, një ndeshje spektakulare. Ndeshja këthyse, edhe në po pajtona me bardhin i dikon që në golla zbesoj ma që shënohen. Ka mundësi 10. Po, ka mundësi me pos golla, po jo qatë shumë. Jo qatë shumë, kanë me konë pak ma të ujdes me ekipet edhe po ne vazhdoj me po Parisin pak ma të avantazhum, pasi që nuk ekip që friksohet edhe Musafer ka me luj njëjtë si në parkën e Princave dhe ka me kërku gollën. Unë e thash edhe në fillim që do me thonë edhe para ndeshjes ku menu që me 2 ndeshje Bayerni është favorit edhe vazhdoj me menu prap njësoj. Do me thonë ndeshjet këthyse Bayerni në Gjermani janë 4 skuadër. Do me thonë kur tlun në Allianz Arena na e shohëm çfarë tifozëri kanë Gjermant. Do me thonë sa i mbështetin ekipët, sa jepin zemër gjatë ndeshje, kështu që po besoj që kjo ka minimu shumë edhe me qenë se është e bërësia veç një gol dallim, po besoj që ende gjosat reale janë që Bayerni me kalu në finale, po une njësoj si ndeshjen e parë edhe këtë ndeshje shë me golla, do me thonë prap do shta do t'jenë 4 apo 5 golla. Po me një fitore Bayernit. Mundet brenda 90 minuta me qenë fitoria me një gol e përsi edhe me shku po vazhdime, ndoshta edhe penalla, po shkoku i momentumit edhe shkoku i uris nashta ma të madhe, e sidomos ty në vlejtarve që përveç Kimihit edhe Neuerit, nashta edhe Goretzka, tjertë nuk është se kanë fitu Champions League, sidomos që jetë reshja
e re e sulmit, këta do me thonë e kanë, do me thonë momentin me synu me fitu, kështu që po besoj që shkoku i urisë ma të madhe, kur dje që Paris e fitoj vitin e kalum, e shoh Bayernin ma të avantazhum, kështu që e pres një kalim Bayernit në finale. Po du më nërë të një deklaratë e kompanisë i cili tha mas përfundimin ndeshje sport, tha du tha që ata 75.000 tifos tha që vinë stadium, tha kreta me konë energjik, tha nëse dikush e ka ble biletën, tha dhe qatë dit as njët mirë, tha e lus mja biletën tha tjetër kujt, që kjo do me thonë të kalëzën që entuziazmi është në kulm të Bayerni edhe për shumë arsye në për shembull me qenë tifoz i Bayernit, nuk është që kësha prit, kësha thonë adin problem tash kemi hum lojën e parë. Po, të kalon në vesem. Po, është një ndeshje që premton shumë. Për arsye se unë mamati kom thonë që fituesi i çiftit Real Bayern shkon në finale. E fiton finale. E fiton, po mënej, shkon finale, shkon finale kom thonë. Kisha dosh prap me i qëndru që ati mendimi edhe pse tash në futboll kur ndryshojnë rrethonat normal ndryshojnë edhe mendimet. Tash të e po ndeshjen, nuk është që e shon një favorit pak ma qartë, me thonë një jep një avantazh, një ekipi pak ma shumë është duel 50-50, po unë menoj që prap Bayerni të e pos parasysh tifozerin edhe ndro me një, ndro, se dhej ma herët, se ndroj, pak Parisi, bindi Parisi, 5-2, a dhe thash shumë e u kry, s'ka se thash, kur ndryshon rrethonat, po 5-2, tash 5-4, po besoj. 5-2, ke shumë ndërru edhe kompania, ke shton Ledvin edhe qata që si janë mirë Ledvin edhe shojnë dhe jo, po besoj që ato dy golla që i dhanë Masanej, po besoj e kanë mojnë luj Bayernin edhe po tash është vështirë me parashiku se na pom gjysmë finale, në çerek finale me Realin, një gabim i Neuerit në fillim ndeshjes edhe loja për një moment u hap, edhe krejt ata që para kësaj ndeshje janë kom pesimist që mundet me ndodh një mrekulli. Po besoj u çuit mrekulli për shkak të formës Realit, jo për diçka tjetër. Fillun me besu që nashta po ndodh ai rikthimi që tifoz të kanë pritur. Shumë mirë që opi një drejtare të re bardhe, që i përmeni portierat. Me thonë, du të mja dhonë meritat edhe portiera që na kanë dhëru një ndeshje aq briljante a dit, do me thonë, një Neuer si se ka bu as një pritje, nuk mohet në men një histori, do me thonë, është ta portieri për shumë kë maj mirë një histori, jo për mu, po për shumë kënë, është portieri ma i mirë në histori, do me thonë një paraqitje mediokër, do me thonë në qatë nivel, do me thonë 5 goditje më por, 5 goditje më por, po tani të bën nervoz, edhe dorëzat garantja ka nisë me pengu, edhe Safanov, do me thonë për 5 goditje, veç një e kishë prit, edhe 4 tjera ka përfodu gol, kështë që mja dhonë meritat që pak të na vërru spektakel edhe ata. Aja dhe ndeshin me Realin, dhe me thonë që i gabimi që përmeni parë dhe goli për koditjes dënime. Ky është një kallëzuesi shumë në 40 vjetë për futboll. Do me thonë, s'ka lidhje ai portier, është punë nerva, është punë, do me thonë, përgjithësia, po edhe përqendrimi, do me thonë, futbollin e sot do përqendrimi do të me thonë gjithmonë mi 100%. Nuk mjafton as 100% për ndeshje këtij nivelit, se do me thonë çaq dinamike që po janë, ti një moment i ish përqendruar, do me thonë ekipët rrallë ta falin, do me thonë atë rastin e Dembelles, do me thonë ai rrallë ndodhë mu hup, do me thonë kush do tjetër, ose edhe Dembelle edhe 10 herë t'i shdojnë për 9 hera tjera, do me thonë e kishë dhënë gol. Kështu që vim përqendrim edhe do me thonë edhe lejtar du të me menu që nështë mu pensionu pak ma herë se 40 vjetë shumë. Kthehemi te loja e dytë që u prit që thash në fillim që s'ka me konë shumë spektakolare. Dhanë shumë ekipët, luftun shumë, që din me luftu si Atletico, si Arsenale. 2 golla 2 ape penaltive, që në menoj që asnjani penalti nuk është penal. Që janë konë shumë ma atlet penallat. Shumë atlet, në me thonë nëse është penal qaj... Dora e Ben White.
Jo, mas po i Gyökeres. Gyökeres. është edhe i Olmos. Po. Në lojë me Atletikon. Në është njëti rast e kap se lën me shkutë topi edhe penal. Pastaj i bën vojtit në hiç domethënë. Ajo po, S'ka perimetër të gollës. topi krejt jashtë. Ja rrug komën, tani ja rrug dorën, topi del ke jashtë. Po. Nuk e ka as qëllim që shkryte ka të kthimi në rëndom, da duhet nuk mund të mikput. Po. Në stop nuk mundesh mi mojti Po. për mas se s'ki balans nëse i mund duhet për mas. E po mene që 2 penalti që dhan ndeshjen Atletico me Arsenalin nuk ishin, po e kanë lënë të hapun takimin e që besoj që Arsenali është favorit për me kalu tutje. Pasi që në ndeshjen e kthimit Arsenali ka me fitu ndeshjen edhe ka me shku në finale, unë vazhdoj me pa Arsenalin si favorit me fitu në kampiona. Ashtu Bayernat edhe Parisat me lumë Arsenalin në ndryshe. Dhe on kalu Bayernin me Arsenalin e ka përjetu 3-1 rezultatin fazën e grupeve. Nuk është letë mi shënu Arsenalin nuk letë mi shënu letë gol, më është me jep për penalit që ashtu. Atletico që Barcelona si shënoj mrena jashtë u provoj me sulmu, nuk të lejan Arsenali. Arsenali është ekipa perfekte për rezultat. Nëse dhe me mëri rezultatin. Nëse dhe një barazim, sa të zjedh Arsenali. E që thu Artetës, shteni ata 4 brojcat e gatë, dhe me sfërshor para tyre, edhe ata le vitë të ditë, le të ofrohet, po esë vujtë kollës me afro. Edhe po besoj që për portier ati Livdove, unë për Livdoj David Raja, në mene që David Raja portieri më në formë. Ka bo një super pritje Po, dje, te Julian Alvarez. Vazhdon me bo super pritje, ajo është portieri më në formë këtë sezon, edhe shpresoj që Arsenali, nëse nuk në 2 atë më rri, mi fitu pak të njën, nështë ta Premier Liga me le. Ja ko bërës futbolli. Valla po. Për vitet e kalume që ka bo futbol të bukur. A e provoj me futbol të bukur, 2 vjetë, e provoj, e po, edhe u këthy pe asoj e harambon. Me setin, ku bënëm nërvazit, dhe prit një super loj me bardën në dërreb kapitillën. Nuk e kalu në gjysën asnjona 0-0, do lejtarë të mëlajmë, fush, mbrojtë atë dyrat. Po kjo është që ajo që i kena thonë edhe para disa javës për këndeshje, unë e kom potencu që Arsenali edhe Atletico kanë me konë ekipe që kanë me provu të në kohën, sidomos Arsenali ndeshjen e por Musafir, e kom ditë që Arsenali u thënë për një barazim. Nuk, nëse fiton ajo mirë se vjen, po njësoj ka vepru edhe me Sportingo, një ardhë gola, po lumë për barazim, vjen si vendas, mund me një gole për si, edhe e merë qado që dënë, apo den. Po ndeshja si ndeshje, nështë në rriti pritshmërit shumë ndeshja e Parisit me Bayernin, edhe na u këthym, po futbolli normal është kë. Që kjo futbolli normal, kështë që po, duhet me pos duele, duhet mu rejka pak, kështë kushtimisht, po, futbolli është sport me kontakt, po e vetë mja mënyrë me po gola, ka me dhonë penaltit e leta, se për ndryshe, po besoj që edhe 180 minuta. Atletico i pa dhe rast. Atletico në pjesë 2 në kvel, pjesë 2 pa të rastet mira. Goditën traversën. Po, traversën, po edhe Arsenal në minutat e fundit e maj këtë topin, nuk u gëtë ke provoj e murat penaltin që janë në lumë me varë, që ma penal së mas me jeke qaj se 2 tjerë. A vedim, po edhe Arteta e pat ankesën mas lojës, ta është mundu ta 3 me tërta me shiku varin, tha dhe me thyu regullin, a i ke bindu që ke penalti kontaktit e zeja. Edhe unë po besoj që ke penala i Ezes. Pat kontakt, më rriti ma përporat e topi, shu që e thamë ke ma penal se 2 penalat e tjerë që i kanë akordu, shu që kë besoj që gabimi gjyshtarit unë. Edhe një fitore Arsenali dhe që evolës ke kalimin në finale, po edhe kështu po besoj që bitë 80% janë gjosat edhe unë paka shumë, po deri tash jam brenda parashikimeve prej fazës
ligës kur kom thonë një finale. Barcelonës të ka qëllu ti që ka Po, lënë për gjysmë finale po, po për finale për finale prej ditës Po ne parë, vërdon Atletico e bu Barcelona. prej ditës parë për finale gjithmonë kom thonë një finale Bayern Arsenal dhe vazhdoj me qëndru i njëjtin vendim që finalja do të jetë Bayern Arsenal dhe futbolli total me harambollin e Artetës. Letë ndeshën edhe të kësyrëm. Arsenali merr guxim është në finale. Kujtohet ku. Po normalisht tani finalja tani është këtë tjetër ndeshje. Arsenali në fillim të sezonit është lyke mirë. Krije ke futboll, shonoi ke golla, po disa lëndime që ndodhen gjatë rrugës. Mungesa e gjatë e Sakas, u mendoj që Saka është lojtari që bën diferencën më shumë te Arsenali. Nëse është Nico edhe Odegaard ka mungu. Po edhe nëse është Sakan, dy lojtarë që janë pak më teknik. nëse është Sakan më të mirën e vet, është lojtari më i mirë i Arsenalit. Domethënë din me driblu, është i shpejtë, ka goditjen, me shënu këti ka, po dëmtimi i tij ndoshta e detyroi Artetën. Po da ardha e Zubimendit e ka po që mundet me lu me Rojsin edhe me Zubimendin që ashtu dhe me këta dy box to box luftojnë, nuk shojnë top çdo centimetër në ato, po Arsenali pat lojën më të mirë ka pas në vjesht për dallim nga tash e ka lojën totalisht rezultative, kërkon rezultat në çdo ndeshje dhe nuk i intereson apo fiton 5-0. E çto ndoshta mundet me ndiku në kampionat, se tash me pikë që janë mundet me vendos kush ka gollat shënu më shumë. E kjo ndoshta mundet me kushtu nëse nuk ndryshon pak diçka në fazën e sulmit. Barti, Unë një përmbyllje të kësaj. s'po kam qa me shtu ma shumë për lojën Arsenal, për lojën Atletico Madrid Arsenal, se i përmenet krejt ato raste të diskutueshme, që edhe për mu janë ka penalti të lehta, po që thash fillim, po besoj që gjyqtari ka rënë prej presionit ndeshjes edhe atmosferës. Tash jo është presioni ndeshjes, po vrejtë sot e kena po dhe për video që kanë qarkullu Diego Simeone tu i po presion gjyqtarit e VAR-it që nuk është penalti rasti ezes. Kështu që edhe po besoj që Arsenali ka në këndeshje për barazim për shkak se dihet Atletico si vendas është shumë e rrezikshme. Edhe pse loja nuk ka qenë në atë nivelin që kena pritun prap, po besoj që Atletico në pjesën e dytë të morë parasysh që ka qenë vendas edhe ka di që ndeshjen e dytë si musafir, normal që nuk është në favorin e tyne, ka sulmu ma shumë, që ajo shtylla ose traversa nuk e di e Griezmannit, po është edhe një rast shumë i mirë i Lukmanit me Ben White, e fiton kontaktin me Ben White, po nuk rrëzohet, do me thonë se ke shumë ofër portës, a i godet edhe mbron në raja, po besoj që nëse kish vendus Murzu, a i shkon penal, për shkak se kontakt pat, po kjo ka zënë që nuk është ajo menja djallëzore gjitha lejtarëve me nxjerr penal në ato momente, ai e ka pas që është shumë momente e ka pran portierit, më bo hero po edhe i Metropolitanës, ka erë ma mirë Murzu, s'ki që i bën tash futbolli, po vendoset për i detajo, kështu që edhe penallat i kanë dhënë qash po dyt. Me thonë, po mo problem është me dhon penal me roll na herë me naj panin ose me rrëzu portierën, do me kanë thonë. shutu, po. dyt e kanë godit fuqishëm e kanë godit. Nuk po. kisha harru unë kur që ashtu me qatë. E shumë veç ashtu shumicën e raste goditjet se bone nëse e lexon portieri Ta pret. goditjen ta pret. A e lexoj, Është po do lexoj shumë bloki, po shumë fort. masi prej kitubin në rjet, O i blok mriti dura i dop diçka u plak edhe. jo, po në penalla kur nuk u kon Në shumë kërkon një mire? i mirë. Handanovici be këty në Po besoj që edhe si vjet, Ka edhe shumë këtë i fortë. sezon, në fund sezonit, po besoj që bloku ka gjallë Sarali edhe mu largu, po shkak se u jem bo shumë vjet që është pjesë Atletikos, edhe Juan Mosën mungesën e tij ka mbrojt shumë mirë. Nëse është një arsye pse Atletico ka mri deri këtu, është edhe për shkak të Juan Mosës se i ka bërë kundër Barcelonës në 2 ndeshje disa pritje shumë të mira, që për befasi të shumë kujt për shkak pse ai ka qenë për shumë vjet një ndër portierat në Serie A, po këtu në La Liga kur erdh pak a shumë mu ditë që ka me qenë opsioni dytë mas o blokut, amo këtu hapësirën që ja dha Simeone në qatë periudhën kur mungoj ky e shfrytëzoi shumë mirë.
Ka Italia dhe besoj portier që- të Vicario Musa. Vicario Tjera portieri interesant. shumë i Interit. Nikoj, në portiera Po interesante dhe Interi as interesante. Martinezi një njëjtë, kështu që Tjere s'ka portiere që Sovjet. Alla Interi. jo, Alla i Martinezi po mduket pe që e shkeli. Po mirë Atë plagën suk fjell. Kës? Po mduket. Portieri i dytë i Interit, Josep Martinez. Ka pas një aksident. Të Someri vjet u koni mirë, po edhe për to, mosha e Po. mund vetën si vjet ato reflekset që jena mësumi po Somerit, Sa i sa u përte konë refleksion. edhe në Gjermani, po edhe me Zvicrën. Po me thonë, në këtë sezon kalon shumë për dëshiru, shumicën e ndeshëve. Kur Interi ka pranu golla, u konë një prej fajtorëve kryesor. Masi po full për portiera, kush është më i mirë në histori? Në histori, une si tifozi i Interit, nuk kam qef fort me thonë, po besoj që portieri më i mirë në histori është Gianluigi Buffon. Te bar? E edhe në Buffoni, tha. A thë Amo Buffoni a që për... Po besoj që tash s'po di, edhe so vjetë e vazhdojnë karrierën, Kësa nuk po thom që ka me Tua. Courtois, s'po thom që ka me te kalu, amo unë besoj që ka me konë mesin e aty në portierave që... Courtois është portieri më i mirë në histori të Real Madridit, veç u ardhë. Më i mirë se ka se e ka kalu. E por ato më i mirë në botë, që i haro me shetit shumë klube, Atletico Chelsea, tani Real Madrid, se nëse kish qëndrumen e ke po. ma gjatë më besoj që shkon që ato i shqitë, më thonë të Neuerit e Buffoni, Peter Cech. të këta, dhe me thonë, këpa problem kishi. Po edhe në me vazhdim me menu që Buffoni është nivel tjetër i portierit, sidomos pejonës të reflekseve, nuk unë i ashtë zakonshëm edhe si fëmi pasporit e Palma ka post parasitjet që është zakonshme dhe me një ekip ka posu je, Palma ka posu je, për vësh kjo kom fëmija të dhe me thonë tani të Juventusi gjitha të vjetë, gjitha të karrierë dhe më përbesej që të Italia më mos flasëm është portieri që ka fitu kupën e botës me Italinë pa e pranu as një gol nga loja e hopën dhe një penaltia e ka ndonë Zidane në finale u konë qaj sezoni kër Italia ka pos ekipin që të ka përfundu futbol italian 2006 me qatë finale edhe me Calciopoli tash futbol italian Jo, italianët e kanë fitu edhe Euro 2020 e kanë fitu 2020 s'ka përfundu futboli jo, ka përfundu futboli fort italian dhe Ilbnes kur ju ka koll bishti po bojnë tri që s'po shkon po trull normal ka fillu kur ti shë lejtar që i ka poz Italia në 2006 po këtu ka dështu shteti s'ki qa i bën dhe me thonë nuk është mo në Itali në shku se janë konë përpora rrugat më të mira edhe ligjet janë konë shumë më të mira të atimit tash është zërë një lejtar 3 me normal investimet mungojnë ti ki përveç stadiumit Juventusit stadiumi Atalantës edhe Udinezës janë stadiumet të reja më thonë me San Siro me keti ki investime të para 50 vjetë 100 vjetë edhe normal suni të rej kas me paga tash të garit e shteti ka dështu se normalisht ekipët prap përkundër shumë vështirësive apet me kriju ekipe konkurruese edhe kjo tani po mungon edhe me kriju ekip kombëtar 2-3 vjet më herët i ke pas Juventusin Interin dhe Milan në finale të Ligës Kampiona finale lun Milani me Juventusin që vy hubi Interi për ati gullit Musafer 0-0 Inter Milan në stadion dy lojtë lu kjo tash edhe e mira e futbolin Champions League që e gulli Musafirit edhe formati i ri e kena thonë disa arë që i ka thonë këtë tjetëri e shi futbolit Ligës Kampionve se knasime bisedu me Juve për këto dy ndeshje para finales kena me bon një 3 bashk edhe që ato kena Milan kështu pa shikimet më të fortë dhe analizat kena me punu shumë për atë podcast ka me konë ma ndrysha finale e madhe po besoj që po një finale e madhe Bayern Arsenal edhe kjo Bayern Arsenal po besën kjo Bayern Arsenal për kamera
si nalën kamerat këtë dhe Parisi që ne jemi pos dyjat. Me mu kur kampion e me që Paris Arsenal dhe në fund e fiton Arsenali. Thuj Atletico kam rri, Barcelona kam ujt. Ama Atletico Me ka kesh me fitu shku që edhe me mos. një finale me hu pa pet Simone finale. Ja, nëse shkon Atletico në finale, Atletico e fiton. S'ka lidhe a Bayern a Paris, shkon, se e treta e vërteta dhe El Cholo ja ko bërgj, ja ko futbolli. Edhe El Cholo po. në ligë kampiona. Ja po, dy finale mo me Real Madridin të nato hile ja kanë bu ata Realit, do me ekipi pangu për janë. Ai se bojna diskutojnë na herë tjetër. 95 në Amazon. Atë gollën me kryqe që i vazhdime. Kështu që ja kanë bërgj edhe Atletico Shumë futbolli. në finale dhe tani për finale qysh po shkan. Kështu që s'na mbetet neve kur gjë tjetër, pos me falenderu sponsorin tanë Exfis, liderin e derivateve në Kosovë, edhe juve kolegëve të mi, dhe normalisht shikuesve tanë dashur që çdo javë na përcjellin në podcastin Arena Yjo, kështu që shihemi në javën e ardhshme. Shihemi javën tjetër.